Pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, konventa për zgjedhjen e kryetarit të ri është caktuar të mbahet më 17 nëntor, ditën e hënë. Por pakënaqësi rreth thirrjes së kësaj konvente ka shprehur antari i PDK-s Enver Hoxhaj, duke theksuar se konventa duhet të shtyhet për të dielën e ardhshme. Konventa e PDK-s për të zgjedhur kryetarin e partisë duhet të shtyhet, sepse një parti serioze nuk mund të mbajë një konvent politike dhe përmbajtësore në një kohë kaq të shkurtër. Kërkoi nga kryesia e PDK-s shtyrjen e konventës për të paktën deri të dielën e ardhshme, sepse kështu do u jepej mundësia antarësisë dhe delegatëve të njihen me kandidaturat dhe platformat për zhvillimin e partisë dhe për çështje serioze që prekin vendin, tha Hoxhaj. Sipas veteranit të LDK-s, kjo do të arriste cilësinë e kandidaturave dhe konkurrencën ndërmjet platformave, pasi zhvillimet e fundit kanë qenë të befasishme në Kosovë. Kjo nguti nuk garanton garë cilësore as reformimin dhe unitetin e kërkuar e të domosdoshëm për PDK në këtë kohë. Në Partitë Demokratike, më shumë se një kandidaturë është mundësi për delegatët që të zgjedhin lirisht dhe i ndihmon në pasurimin e platformave individuale, duke çuar në ndërtimin e një platforme të përbashkët për PDK-n, theksoi ai. Mes të tjerash, Hoxhaj ka pohuar se për një vendimarrje kaq të rëndësishme kërkohen që procesi zgjedhor të shtyhet në mënyrë që gara të hapet për të gjithë dhe baza të ketë kohën e dur për të shprehur vullnetin e saj pa presion dhe pa imponime. Dorëheqja e kryetarit, e shoqëruar me preferenca për pasuesin, krijon përshtypjen e skemave të sajuara e të paragjykuara, të cilat nuk e çojnë partin përpara. Unë jam qartësisht kundër çdo imponimi, kundër çdo tentative për të orientuar garën dhe kundër çdo formule që shpërfill bazën dhe delegatët. PDK-ja ka nevojë për drejtim të ri, jo për skema të vjetra, ka nevojë për vizion të ri, jo për ndërrim rolesh. Ky është momenti për t'i hapur rrugën ndryshimit të vërtet. Ndryshe Memli Krasniqi ka dhënë dorëheqjen para disa ditësh, ndërsa deri tani Bedri Hamza ka shpallur kandidaturën e tij për kreun e PDK-s. Partia Demokratike ndërkohë i është përgjigjur deputetit të saj Enver Hoxhaj, i cili sot kërkoi që të shtyhet konventa për zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë. Sekretarja e përgjithshme e PDK-s Vlora Çitaku bëri me dije se konventa e jashtëzakonshme është thirrur në bazë të nenit 35 të statutit të PDK-s. Në një prononcim për Gazeta Nacionale, ajo ka thënë se sipas statutit konventa duhet të mbahet brenda 5 ditësh nga dorëheqja e kryetarit. Ajo ka theksuar se PDK-ja e inkurajon garën e brendshme për liderin e saj të ri. Në mbledhjen e fundit të kryesisë pas dorëheqjes së kryetarit Memli Krasniqi, kryesia vendosi të therrasë konventën e jashtëzakonshme, e cila bazuar në nenin 35 të statutit të partisë, duhet të mbahet brenda 5 ditësh. Ne inkurajojmë dhe mirëpresim garën e brendshme. Çdo antar apo antare që i plotëson kriteret e përcaktuara me statut është i mirëseardhur të kandidojë. Gara do ta bënte konventën edhe më madhështore, ka vlerësuar Çitaku. Ajo më tej ka bërë me dije se më e rëndësishme se gara e brendshme partijake është fitoria e PDK-s në zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme që pritet të zhvillohen së shpejti. Për secilin prej nesh, qofshim në garë apo jo, është thelbësore që në përfundim të këtij procesi të dalim të unifikuar, me vizionin e qartë dhe me platformën e fortë për zgjedhjet e përgjithshme që na presin shumë shpejt. Më e rëndësishme se gara e brendshme është fitoria jonë në zgjedhjet parlamentare, sepse betejë kryesore politike për secilin prej nesh është ajo se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Republikës së Kosovës, është shprehur Çitaku.